Në mëngjesin e 16 prillit të vitit 1939, në salonin e artë të Pallatit Quirinal në Rom, një njeri I vjetër me mustaqe të bardhë dhe kostum të zi mbante në duar një objekt që shkëlqente në dritën e kandelabrave, kurorën e Skënderbeut, simbolin e pavarësisë shqiptare. Shefqet Bej Vërlaci, qifligari më I pasur I Shqipërisë, njeriu që dikur kishte qenë kryeministër dhe mbështetësi kryesor I mbretit Zog, tani po bënte diçka që asnjë shqiptar nuk e kishte imagjinuar kurrë. Ai po ja dorëzonte kurorën e vendit të tij mbretit të Italisë, Viktor Emanuelit III, duke I dhënë fund zyrtarisht pavarësisë së Shqipërisë. Por ajo që askush në atë sallë nuk e dinte ishte se ky akt nuk ishte thjesht një kapitullim politik. Ishte përfundimi I një hakmarrjeje që kishte filluar 11 vjet më parë, në një dhomë të errët në Tiranë, kur një mbret I ri kishte kthyer një unaz fejese dhe kishte shkelur fjalën e dhënë. Çfarë mund të jetë kaq e fuqishme sa të shndërrojë një aleat në armikun më të rrezikshëm të një kombi? Çfarë fyrjeje mund të jetë aq e thellë sa një baba të sakrifikojë lirinë e një vendi të tërë vetëm për të shuar etjen e gjakut? Sot, për herë të parë, ne do të zbulojmë se si një martesë e prishur çoi në pushtimin italian të Shqipërisë. Kthehemi në vitin 1922. Ahmet Zogu, një njeri 30 vjeçar me sy të ftohtë dhe ambicie të mëdha, ishte bërë ministër I brendshëm I Shqipërisë. Vendi ishte kaotik, I ndarë mes bejlerëve që luftonin për pushtet, dhe Zogu e dinte se pa mbështetjen e aristokracisë së vjetër osmane, ai nuk do të arrinte kurrë në maj. Prandaj, ai bëri atë që çdo politikan pragmatik do të bënte, u fejua me vajzën e njeriut më të pasur në vend. Behigje Vërlaci ishte vajza e shefqet Bej Vërlacit, zotërues I 3700 hektarëve tokë në zonën e Elbasanit, njeriu që mund të financonte ushtri të tëra me pasurinë e tij. Fejesa nuk ishte dashuri. Ishte një pakt. Zogu merrte paratë dhe lidhjet e Vërlacit dhe Vërlaci merrte fuqinë politike nëpërmjet dhëndrit të tij të ardhshëm. Për 6 vjet, ky pakt funksionoi. Në mars të vitit 1924, Vërlaci u bë madje kryeministër, duke e çuar familjen e tij në kulmin e pushtetit. Por pastaj erdhi revolucioni I Nolit në qershor të njëjtit vit dhe të dy, Zogu dhe Vërlaci, u detyruan të iknin në Jugosllavi. Atje, në Mërgim, Vërlaci shpenzoi një pasuri për të financuar kthimin e Zogut në pushtet. Në dhjetor të vitit 1924, Zogu u kthye triumfues në Tiranë me ndihmën e trupave jugoslave dhe parave të Vërlacit. Çdo gjë dukej perfekte. Dhëndri ishte president, vjeri ishte financuesi I tij kryesor dhe martesa ishte vetëm çështje kohe. Por diçka kishte filluar të ndryshonte në mendjen e Ahmet Zogut. Në fillim të vitit 1928, Zogu mori një vendim që do të ndryshonte historinë e Shqipërisë përgjithmonë. Ai dërgoi emisar të shefqet Vërlaci me një mesazh të ftohtë dhe të qartë: fejesa me Behigjen ishte mbaruar. Arsyeja zyrtare ishte se interesat e kombit kërkojnë një mbretëresh evropiane. Zogu po planifikonte të shpallej mbret dhe ai donte të lidhte dinastinë e tij me oborret mbretërore të Perëndimit, jo me bejleret e vjetër shqiptar. Unaza e fejesës ju kthye Behigjes jo privatisht, por nëpërmjet një delegacioni shtetëror, sikur ajo të ishte një çështje administrative. Për shefqet Vërlacin, ky akt nuk ishte thjesht një prishje fejese. Ishte një poshtërim publik, një fyrje që sipas kanunit të Leg Dukagjinit lante vetëm me gjak. Ai kishte shpenzuar pasurinë e tij për të sjellë Zogun në pushtet, kishte bërë vajzën e tij të presë 6 vjet dhe tani ky njeri po e hidhte atë si një sen të vjetër. Në rrethet e ngushta, Vërlaci u shpreh me fjalë që do të bëheshin profetike: Zogu mund të jetë mbret I Shqipërisë, por për mua është një gjakës. Në shtator të vitit 1928, Ahmet Zogu u shpall mbret I shqiptarëve. Shefqet Vërlaci nuk ishte në ceremoninë e kurorëzimit. Ai kishte ikur në Itali dhe kishte filluar të thurte rrjetin e hakmarrjes së tij. A mund të kishte Zogu parashikuar se duke refuzuar një vajzë, ai po humbiste një mbretëri? Në vitet që pasuan, shefqet Vërlaci u bë financuesi kryesor I çdo lëvizjeje antizogiste në Evropë. Ai jetonte mes Romës dhe Vjenës duke u takuar me emigrantë shqiptarë që kishin arsye të ndryshme për të urryer Zogun, komunist, republikan, bejler të tjerë të fyer. Por Vërlaci nuk ishte ideolog. Ai nuk besonte në demokraci apo në revolucion. Ai besonte në kanun dhe kanuni thoshte se gjaku lahet me gjak. Në vitin 1931 në Vjenë ndodhi një atentat kundër mbretit Zog. Ai mbijetoi, por 2 nga rojet e tij u vranë.
Hetuesit austriak gjetën lidhje financiare që çonin drejt rretheve të emigracionit shqiptar në Itali, rretheve që mbështeteshin nga Vërlaci. Asnjë provë e drejt për drejt nuk u gjet kur, por Zogu e kuptoi mesazhin, vjerri i tij i refuzuar nuk kishte harruar. Nga ai moment, Zogu nuk doli më kurrë nga Shqipëria. Ai u bë një i burgosur në pallatin e tij, i rrethuar nga roja personale, duke jetuar me frikën se çdo hije mund të ishte një vrasës i dërguar nga Vërlaci. Ironia ishte e tmerrshme, njeriu që kishte dashur të bëhej mbret evropian tani nuk guxonte të shkonte në Evropë. Ndërkohë, në Rom, Vërlaci po ndërtonte diçka shumë më të rrezikshme se atentatat. Ai po ndërtonte një aleancë me Benito Mussolinin. Në vitet e 30, Italia fashiste kishte filluar të shikonte Shqipërinë si një pre të lehtë. Mussolini donte të ndërtonte një perandori në mesdhe dhe Shqipëria ishte hapi i parë. Por ai kishte nevojë për një justifikim, për një fytyrë shqiptare që do t'i jepte pushtimit një pamje ligjore. Shefqet Vërlaci ishte personi perfekt. Ai ishte i pasur, i njohur dhe kishte një arsye personale për të urryer Zogun. Në takimet e tyre private, Vërlaci i tregoi Mussolinin dhe ministrit të jashtëm italian, Contiziano, se Zogu ishte një diktator i padurueshëm, se populli shqiptar vuante nën tiranin e tij dhe se Italia do të pritej si çlirimtare. Natyrisht, kjo ishte gënjeshtër. Por Mussolini nuk kishte nevojë për të vërtetën. Ai kishte nevojë për një pretekst dhe Vërlaci ia dha atë. Në shkëmbim, Vërlacit ju premtua se pas pushtimit, ai do të bëhej kryeministër i Shqipërisë nën protektoratin italian. Për Vërlacin, kjo nuk ishte tradhti. Kjo ishte drejtësi. Ai po merrte atë që Zogu ja kishte vjedhur, nderin, pushtetin dhe kënaqësinë e hakmarrjes. Por çmimi i kësaj hakmarrjeje do të ishte liria e një kombi të tërë. Në 27 prill të vitit 1938, mbreti Zog u martua me konteshën hungareze Geraldine Apony në një ceremoni madhështore në Tiranë. Ajo ishte e bukur, katolike dhe evropiane, gjithçka që Behigje Vërlaci nuk ishte. Martesa u transmetua në radio në të gjithë Evropën dhe Zogu dukej triumfues. Ai kishte arritur qëllimin e tij, të lidhte dinastinë e tij me aristokracinë perëndimore. Por në Rom, shefqet Vërlaci po shikonte ceremoninë me një buzëqeshje të ftohtë. Ai e dinte diçka që Zogu nuk e dinte, Italia kishte vendosur të pushtonte Shqipërinë brenda një viti. Dhe ai, Vërlaci, do të ishte njeriu që do ta dorëzonte kuroren e Zogut në duart e një mbreti të huaj. Ndërsa Zogu po vallëzonte me Geraldinën në pallatin e tij, Vërlaci po numëronte ditët deri në hakmarrjen e tij. Çdo ditë që kalonte, ai po afrohej më shumë me momentin kur do të shihte fytyrën e Zogut të shkatëruar. Por ai dinte Zogu se rreziku më i madh nuk vinte nga Italia, por nga një baba i fyer që kishte pritur 11 vjet për të shuar etjen e gjakut. Në mëngjesin e 7 prillit të vitit 1939, trupat italiane zbarkuan në portet e Durrësit, Vlorës, Shëngjinit dhe Sarandës. Rezistenca shqiptare ishte e dobët dhe e çorganizuar. Brenda 24 orëve, Italia kishte pushtuar vendin. Mbreti Zog, me gruan e tij Geraldine dhe djalin e tyre të porsalindur, Lekën, u detyrua të ikë nëpër male drejt Greqisë. Ëndra e tij për një mbretëri të fortë evropiane kishte përfunduar në një arratisje të turpshme. Por për shefqet Vërlacin, kjo ishte vetëm fillimi i hakmarrjes. Në 12 prill, 5 ditë pas pushtimit, një asamble kushtetuese e manipuluar nga italianët u mblodh në Tiranë dhe zgjodhi shefqet Vërlacin si kryeministër të Shqipërisë. Njeriu që Zogu kishte refuzuar si vjeher tani po ulej në karrigen e pushtetit që Zogu kishte lënë bosh. Por Vërlaci nuk ishte i kënaqur ende. Ai donte të përmbyllte hakmarrjen e tij me një akt simbolik që do të mbetej në histori për gjithmonë. Dhe ai e dinte saktësisht se çfarë duhej të bënte. Në 16 prill të vitit 1939, shefqet Vërlaci udhëhoqi një delegacion shqiptar në Rom. Qëllimi zyrtar ishte të dorëzonte kuroren e Skënderbeut mbretit të Italisë, Viktor Emanuelit III, duke e bërë atë zyrtarisht mbret i Shqipërisë. Por për Vërlacin, ky akt kishte një kuptim shumë më personal. Ai po mbante në duar kuroren që Zogu kishte veshur kur u shpall mbret, kuroren që simbolizonte pushtetin që Zogu kishte zgjedhur mbi nderin e familjes Vërlaci. Dhe tani, ai po ja jepte atë një mbreti të huaj, duke e shkatëruar përfundimisht ëndrrën e Zogut. Në sallonin e artë të pallatit Quirinal, para aristokratëve italian dhe diplomatëve të huaj, Vërlaci u përkul dhe ja dorëzoi kuroren Viktor Emanuelit.
Në atë moment, Shqipëria pushoi së qeni një shtet I pavarur. Por për Vërlacin, ky nuk ishte një moment trishtimi. Ishte momenti I triumfit të tij më të madh. Ai kishte bërë atë që asnjë armik I Zogut nuk kishte arritur, e kishte rrëzuar nga froni, e kishte dëbuar nga vendi, dhe tani po ja merrte edhe simbolin e fundit të pushtetit të tij. Hakmarrja ishte e plodh. Por ndërsa Vërlaci po shionte fitoren e tij, ai nuk po mendonte për çmimin që populli shqiptar do të paguante për inatin e tij personal. Behigje Vërlaci, vajza që kishte qenë shkaku I kësaj hakmarrjeje, nuk ishte në Rom atë ditë. Ajo ishte martuar me Xhemil Bejdinon, një diplomat dhe politikan tjetër, dhe jetonte një jetë të qetë larg skenës politike. Asnjë ditar, asnjë letër, asnjë dëshmi nuk ka mbetur për të treguar se çfarë mendonte ajo për gjithë këtë tragjedi. A e dinte ajo se babai I saj kishte sakrifikuar lirinë e një kombi për të shuar nderin e saj të fyer? A ndjente ajo faj, apo thjesht indiferencë? Historia nuk na jep përgjigje. Por një gjë është e qartë, Behigje ishte viktima e heshtur e kësaj historie, një grua e përdorur si monedhë shkëmbimi nga burrat që luftonin për pushtet. Zogu e kishte përdorur për të marrë mbështetjen e babait të saj, dhe pastaj e kishte hedhur kur nuk I duhej më. Vërlaci e kishte përdorur si justifikim për hakmarrjen e tij. Dhe në fund, ajo mbeti thjesht një emër në librat e historisë, një fytyrë pa zë në një tragjedi që kishte shkatëruar një kombë. A mund të kishte shkuar ndryshe kjo histori? A mund të kishte Zogu parashikuar se duke refuzuar një vajzë, ai po humbiste një mbretëri? Disa historian argumentojnë se Italia do ta pushtonte Shqipërinë gjithsesi, pavarësisht nga inati I Vërlacit. Mussolini kishte ambicie perandorake dhe Shqipëria ishte një prej e lehtë. Por të tjerë besojnë se pa lobimin e Vërlacit, pa financimin e tij për lëvizjet antizogiste, pa bashkëpunimin e tij me Romën, Italia mund të kishte vazhduar me një protektorat ekonomik pa pushtim ushtarak. Ndoshta Zogu do të kishte mbetur në front si një kukull italiane, por të paktën Shqipëria do të kishte ruajtur një shkallë pavarësie formale. Por kjo nuk ndodhi. Dhe arsyeja ishte e thjeshtë, shefqet Vërlaci kishte vendosur se hakmarrja personale ishte më e rëndësishme se fati I kombit. Ai kishte zgjedhur kanunin mbi shtetin, nderin familjar mbi lirinë kombëtare. Dhe Shqipëria pagoi çmimin. Në dhjetor të vitit 1924, kur Ahmet Zogu u kthye triumfues në Tiranë me ndihmën e trupave jugoslave, ai solli me vete diçka që askush nuk e pa, një listë të shkurtër emrash, të shkruar me dorën e tij, në një flet letre që mbante gjithmonë në xhepin e brendshëm të xhaketës. Në atë listë ishin 5 njerëz që ai konsideronte absolutisht të domosdoshëm për mbijetesën e tij politike. Emri I parë ishte shefqet Vërlaci. Emri I fundit ishte po ai. Por brenda 3 vjetësh, ai emër do të fshihej me një vit të trashë të zezë, dhe në vend të tij do të shkruhej një fjalë e vetme, armik. Çfarë ndodhi në ato 3 vjet që e shndërroi aleatin më të fuqishëm të Zogut në shkatëruesin e tij? Për ta kuptuar këtë, duhet të hyjmë në dhomën më të fshehtë të pallatit të Zogut, atje ku ai mbante takimet që askush nuk I regjistronte, dhe ku ai mori vendimin që do ta kushtonte fronin. Në fillim të vitit 1927, Zogu filloi të takojë fshehurazi me një grup diplomatësh perëndimor. Ata I sollën një mesazh të qartë, nëse ai donte të njihej si mbret I vërtet nga fuqitë e mëdha evropiane, ai duhej të largohej nga imazhi I një kryetari ballkanik I mbështetur nga bejleret feudal. Ai duhej të bëhej modern, perëndimor dhe mbi të gjitha, ai duhej të martohej me një aristokrate evropiane. Këshilltarët e tij më të afërt, shumica prej tyre të arsimuar në Vjenë dhe Paris, e mbështetën këtë ide me entuziazëm. Por kishte një problem, Zogu ishte ende I fejuar me Behigje Vërlacin, dhe çdo njeri në Shqipëri e dinte se prishja e një fejese ishte një fyerje që lante me gjatë. Një nga këshilltarët e tij, një jurist I ri që kishte studiuar në Sorbonne, I tha Zogut diçka që do të mbetej në mendjen e tij: madhëria juaj, kanuni është për fshatarët. Ju jeni duke ndërtuar një shtet modern. Shtetet moderne nuk qeveriset nga kodet e gjakmarrjes, por nga interesat kombëtare. Zogu e dëgjoi këtë me vëmendje. Ai ishte gjithmonë një pragmatik, një njeri që llogariste çdo hap. Dhe ai arriti në një përfundim të ftohtë. Vërlaci ishte I dobishëm kur ai kishte nevojë për para dhe mbështetje ushtarake, por tani që ai ishte president, ai kishte nevojë për diçka më të vlefshme, legjitimitet ndërkombëtar. Dhe për këtë, ai duhej të sakrifikonte Behigjen. Por Zogu nuk ishte naiv. Ai e dinte se Vërlaci nuk do ta pranonte kurrë këtë poshtërim pa reaguar.
Prandaj, ai filloi të ndërtonte një sistem mbrojtjeje që do ta izolonte plotësisht nga çdo kërcënim i brendshëm. Në mars të vitit 1927, ai krijoi një gardë personale prej 200 burrash, të zgjedhur jo nga familjet e mëdha bejlerësh, por nga malësorët e varfër të veriut që nuk kishin lidhje me aristokracinë e vjetër. Këta burra i betonin besnikëri atij personalisht, jo shtetit. Ai gjithashtu filloi të ndërtonte një rrjet informatorësh që i raportonte drejt për drejt atij për çdo lëvizje të dyshimit në Tiranë. Çdo vizitë e Vërlacit në pallat regjistrohej. Çdo bisedë e tij me politikanë të tjerë përcillej. Zogu po e kthente shtetin në një makinë survejimi dhe objektivi kryesor ishte vjeri i tij i ardhshëm. Dhe pastaj, në një mbrëmje të ftohtë të janarit të vitit 1928, Zogu thiri Vërlacin në një takim privat. Ajo që ndodhi në atë dhomë nuk u regjistrua kurrë zyrtarisht, por një shërbëtor që rrinte jashtë derës dëgjoi zëra të lartë dhe pastaj një heshtje të gjallë. Kur Vërlaci doli, fytyra e tij ishte e bardhë si gëlqerja dhe duart i dridheshin. Ai nuk foli me askën. Ai thjesht hipi në karrocë dhe u largua. 2 ditë më vonë, unaza e fejesës i u kthye Behigjes nëpërmjet një emisari shtetëror. Fejesa ishte zyrtarisht e mbaruar. Por çfarë i tha Zogu Vërlacit në atë dhomë? Një burim i afërt me familjen Vërlaci, i cili foli për herë të parë në vitet 80, tregoi një version që nuk është kurrë konfirmuar plotësisht, por që përputhet me gjithçka që ndodhi më vonë. Sipas këtij burimi, Zogu nuk u përpoq fare të butësonte goditjen. Ai nuk kërkoi falje, nuk ofroi kompensim financiar, nuk premtoi pozicione politike. Ai thjesht i tha Vërlacit se fejesa ishte një gabim i së kaluarës, se interesat e shtetit kërkonin një mbretëresh evropiane dhe se vendimi ishte i pakthyeshëm. Kur Vërlaci u përpoq të protestonte, Zogu e ndërpreu me një fjalë që do të bëhej legjendar në rrethet e aristokracisë shqiptare: "Unë jam shteti tani, shefqet bej." Dhe shteti nuk i detyrohet gjak askujt. Për Vërlacin, kjo nuk ishte thjesht një refuzim. Ishte një mohim i gjithë sistemit të vlerave që ai kishte jetuar me to. Zogu po i thoshte se kanuni, deri, fjala e dhënë, asgjë nga kjo nuk kishte rëndësi më. Dhe në atë moment, Vërlaci mori një vendim që do ta ndiqte deri në varr. Ai do ta shkatëronte Zogun, edhe sikur kjo të kushtonte shkatërimin e Shqipërisë. Në muajt që pasuan, Vërlaci u largua nga Tirana dhe u vendos në pronën e tij në Elbasan. Ai nuk dha asnjë deklaratë publike, nuk u ankua, nuk kërkoi drejtësi. Por në heshtjen e tij, ai po ndërtonte diçka shumë më të rrezikshme se fjalët. Ai po ndërtonte një rrjet. Ai filloi të takojë me bejlerë të tjerë që ishin zhgënjur nga Zogu, me politikanë që kishin humbur pozicionet e tyre, me ushtarak që nuk ishin promovuar. Ai nuk u fliste për hakmarrje personale. Ai u fliste për shpëtimin e Shqipërisë nga një diktator. Ai përdorte gjuhën e patriotizmit për të fshehur zjarrin e gjakmarrjes. Dhe njerëzit e dëgjonin, sepse Vërlaci kishte diçka që Zogu nuk kishte: para të pafundme dhe durim të pafund. Ai nuk kishte nevojë të vepronte shpejt. Ai mund të priste vite, dekada nëse duhej. Sepse për të, kjo nuk ishte politik. Ishte kanun. Dhe kanuni nuk ka afat skadence. Në shtator të vitit 1928, kur Zogu u shpall mbreti shqiptarëve në një ceremoni madhështore në Tiranë, Vërlaci nuk ishte në vend. Ai kishte ikur në Itali disa javë më parë, duke pretenduar se kishte nevojë për trajtim mjekësor. Por të afërmit e tij e dinin të vërtetën: ai nuk mund të duronte të shihte Zogun duke veshur kuroren, duke u ulur në fron, duke u bërë ajo që ai kishte ëndërruar të bëhej nëpërmjet martesës së vajzës së tij. Në Rom, Vërlaci u vendos në një hotel luksos pranë Vatikanit dhe filloi të takojë me figura të larta të regjimit fashist italian. Ai u paraqit si një patriot shqiptar në mërgim që luftonte kundër tiranisë së Zogut. Ai ofroi informacione të detajuara për gjendjen ekonomike të Shqipërisë, për dobësitë e ushtrisë, për ndarjet mes elitës politike. Dhe mbi të gjitha, ai ofroi diçka që italianët e çmuan shumë: legjitimitet. Nëse Italia do të ndërhynte në Shqipëri, ajo do të kishte nevojë për një fytyrë shqiptare që do ta justifikonte ndërhyrjen. Vërlaci ishte gati të ishte ajo fytyrë. Por jo falas. Ai kërkoi një premtim: kur Zogu të rrëzohej, ai do të bëhej kryeministër i Shqipërisë nën protektoratin italian. Italianët ranë dakord. Dhe kështu, në një dhomë të vogël në Rom, fati i një kombi u vendos nga një baba i thyer dhe një perandori fashiste që kishin interesat e tyre të ndara, por armikun e përbashkët.
por ndërsa Vërlaci po thurte rrjetin e tij në Rom, Zogu po jetonte në një burg të artë në Tiranë. Pas atentatit të dështuar në Vjenë në vitin 1931, ai nuk doli më kurrë nga Shqipëria. Ai anuloi të gjitha udhëtimet e tij në Evropë, refuzoi të shkonte në takime ndërkombëtare, madje nuk shkoi as në funeralin e mbretit Aleksandër të Jugosllavisë, aleatin e tij më të afërt, në vitin 1934. Arsyeja zyrtare ishte çështje sigurie. Por të afërmit e tij e dinin të vërtetën, Zogu kishte frikë. Ai kishte frikë se nëse dilte nga vendi, Vërlaci do të organizonte një atentat që këtë herë nuk do të dështonte. Ai kishte frikë se çdo shërbëtor, çdo roj, çdo ministër mund të ishte një agent i Vërlacit. Ai kishte frikë se hakmarrja që ai kishte ndezur me prishjen e fejesës do të arrinte kudo që të shkonte. Dhe kështu, njeriu që kishte dashur të bëhej një mbret evropian, që kishte refuzuar një vajzë shqiptare për të marrë një konteshë hungareze, tani jetonte si një i burgosur në pallatin e tij, i rrethuar nga roja, duke parë hije në çdo kënd. Ironia ishte mizore, duke u përpjekur të shpëtonte nga kanuni, ai kishte rënë rob i tij. Në 27 prill të vitit 1938, kur Zogu u martua me Geraldinën, ai dukej triumfues. Fotot e ceremonisë e tregonin atë duke buzëqeshur, duke vallëzuar, duke pritur përshëndetjet e diplomatëve të huaj. Por një fotograf italian që ishte atje për të mbuluar ngjarjen tregoi më vonë një detaj që askush nuk e vuri re në atë kohë. Në çdo fotografi ku Zogu dukej duke buzëqeshur, sytë e tij nuk buzëqeshnin. Ata ishin të ftohtë, vigjilent, si sytë e një njeriu që pret një goditje. Dhe ai kishte të drejtë të priste. Sepse në të njëjtën ditë që ai po martohej në Tiranë, shefqet Vërlaci po ulej në një tavolinë në Rom me Kontin Ciano, ministrin e jashtëm italian, dhe po diskutonte planet finale për pushtimin e Shqipërisë. Data ishte vendosur, pranvera e vitit 1939. Zogu po festonte martesën e tij, duke mos ditur se ai kishte vetëm 11 muaj të lirë. A e dinte Behigje Vërlaci se çfarë po ndodhte? A e dinte ajo se babai i saj po sakrifikonte lirinë e një kombi për të shuar nderin e saj të fyer? Nuk ka asnjë dëshmi të drejtë për drejtë, por ka një letër e zbuluar në arkivat e familjes Dino në vitet 90, që hedh dritë mbi gjendjen e saj mendore. Letra ishte shkruar nga Behigje për motrën e saj më të vogël në shkurt të vitit 1939, vetëm 2 muaj para pushtimit italian. Në të, ajo shkruante, ndonjëherë mendoj se ne, gratë, jemi thjesht copa shahu në lojën e burrave. Ata na lëvizin, na sakrifikojnë, na përdorin për të fituar pozicione. Dhe pastaj, kur loja mbaron, ata na lënë në kuti dhe harrojnë se ne kemi qenë njerëz. Kjo letër nuk përmend Zogun, nuk përmend baban e saj, nuk përmend politikën. Por dhimbja në ato fjalë është e qartë. Behigje e kuptonte se ajo kishte qenë një vegël, jo një njeri. Dhe ndoshta, në thellësinë e zemrës së saj, ajo e kuptonte se hakmarrja e babait të saj nuk ishte për të, ishte për veten e tij. Në mars të vitit 1939, shefqet Vërlaci u kthye fshehurazi në Shqipëri. Ai nuk shkoi në Tiranë, por u vendos në një fshat pranë kufirit me Greqinë, ku ai priste sinjalet nga Roma. Ai kishte me vete një radio ushtarake, dhe çdo mbrëmje ai dëgjonte kodet e fshehta që vinin nga Italia. Plani ishte i thjeshtë, kur trupat italiane të zbarkoheshin, ai do të dilte në publik dhe do të shpallte një qeveri shpëtimi kombëtar që do të ftonte italianët si çlirimtar. Ai do të jepte një fytyrë shqiptare pushtimit dhe në këmbim, ai do të merrte pushtetin që Zogu ja kishte mohuar. Por ndërsa ai priste në atë fshat të vogël, ai nuk po mendonte për politikën. Ai po mendonte për momentin kur do të shihte fytyrën e Zogut të shkatëruar, kur do ta detyronte atë të ikë nga froni, kur do ta bënte atë të kuptonte se nuk mund të shkelësh nderin e një beje dhe të shpëtosh pa u ndëshkuar. Ai po mendonte për kanunin. Dhe kanuni po afrohej në përmbushje. A mund të kishte Zogu ndaluar këtë? A mund të kishte ai parashikuar se duke refuzuar një vajzë, ai po humbiste një mbretëri? Disa nga këshilltarët e tij e paralajmëruan. Në vitin 1927, kur ai po planifikonte të prishte fejesën, një nga ministrat e tij më të vjetër, një njeri që e njihte mirë Vërlacin, i tha, madhëria juaj, ky njeri nuk do ta harroj kurrë këtë. Ai do t'ju ndjek deri në fund të botës. Por Zogu e injoroi këtë paralajmërim. Ai besonte se pushteti shtetëror ishte më i fortë se kodet e gjakmarrjes. Ai besonte se një mbret nuk mund të kërcënohej nga një bej i fyer.
Ai besonte se bota moderne kishte lënë pas kanunin. Por ai gaboi. Sepse Vërlaci nuk ishte një njeri i botës moderne. Ai ishte një njeri i kanunit. Dhe kanuni nuk haron kurrë. Në arkivin shtetëror italian në Rom, në një dosje të vullosur deri në vitin 2005, ekziston një dokument që historianët e quajnë lista e zezë e Vërlacit. Është një flet e vetë me letre, e shkruar me dorën e shefqet Bej Vërlacit në janar të vitit 1938, 16 muaj para pushtimit italian. Në krye të saj, me shkronja të mëdha, shkruhet, njerëzit që duhet të largohen para se Italia të hyjë. Në atë listë janë 32 emra, ministra të zogut, general të ushtrisë, drejtues të policisë sekrete, gazetarë që e mbështetnin regjimin. Por emri i parë në listë nuk është asnjë prej këtyre. Është një emër që askush nuk e priste, Doktor Tefik Mborja, mjeku personal i mbretit zog. Pse një mjek? Çfarë dinte ai që e bënte kaq të rrezikshëm për planet e Vërlacit? Dhe mbi të gjitha, çfarë i ndodhi atij mjeku në mëngjesin e 8 prillit të vitit 1939, kur trupat italiane po hynin në Tiranë dhe zogu po përgatitej të ikë? Për ta kuptuar këtë, duhet të hyjmë në dhomën më të fshehtë të pallatit mbretëror, atje ku askush nuk hynte përveç mbretit dhe mjekut të tij, dhe ku ruajtën sekretet që mund të kishin ndryshuar historinë. Doktor Tefik Mborja kishte filluar të punonte për zogun në vitin 1925, kur zogu ishte ende president. Ai ishte një mjek i ri, i trajnuar në Vjenë, specialist në sëmundjet e brendshme dhe kardiologji. Por ajo që e bëri atë të pasvendësueshëm për zogun nuk ishte ekspertiza e tij mjekësore, ishte heshtja e tij absolute. Mborja nuk fliste kurrë për gjendjen shëndetësore të zogut, as me familjen e vet, as me kolegët. Ai mbante një ditar mjekësor të koduare, ku regjistronte çdo simptom, çdo trajtim, çdo krizë. Dhe ajo që ai shkruante në atë ditar ishte tronditse, që nga viti 1931, pas atentatit të Vjenës, zogu vuante nga një gjendje kronike që po përkeqësohej me vite. Ai kishte ulçer të rënda stomakale, të shkaktuara nga stresi dhe paranoja konstante. Ai kishte insomni kronike, shpesh flinte vetëm 2 ose 3 orë në natë, dhe atë me ndihmën e sedativëve të fuqishëm. Ai kishte filluar të pinte raki në sasi të mëdha për të qetësuar nervat, dhe kjo kishte dëmtuar mëlçinë e tij. Por më shqetësuese ishte një shënim që Mborja e bëri në dhjetor të vitit 1937, pacienti shfaq shenja të paranojës klinike. Ai beson se çdo njeri rreth tij është një tradhtar i mundshëm. Ai kontrollon ushqimin e tij 3 herë para se ta hajë. Ai nuk pi ujë që nuk e ka hapur vetë shishen. Ai nuk flen në të njëjtën dhomë 2 netra adhazi. Ky nuk ishte një mbret në kulmin e fuqisë. Ky ishte një njeri që po shkatërrohej nga brenda, një njeri që po hante nga frika që ai vetë e kishte mbjell. Por pse ishte ky ditar kaq i rrezikshëm për Vërlacin? Sepse ai provonte diçka që Vërlaci nuk donte që bota ta dinte, se zogu nuk ishte rrëzuar nga një popull i revoltuar apo nga një ushtri italiane e fuqishme. Ai ishte rrëzuar nga vetja e tij, nga frika që e kishte kapluar që kur kishte prishur fejesën me Behigjen. Nëse ky ditar do të bëhej publik, ai do të tregonte se hakmarrja e Vërlacit nuk kishte qenë vetëm një akt politik, kishte qenë një torturë psikologjike që kishte zgjatur 11 vjet. Dhe kjo do ta bënte Vërlacin jo një patriot që kishte shpëtuar Shqipërinë nga një diktator, por një njeri që kishte shkatëruar një mbret për hakmarrje personale. Prandaj, në mëngjesin e 8 prillit, kur zogu po mblidhte familjen e tij për t'u larguar, 3 burra me uniforma italiane hynë në shtëpinë e doktor Mborjas në Tiranë. Ata i thanë se ai duhej të shkonte me ta për një çështje urgjente shtetërore. Mborja nuk u pa më kur gjallë. Trupi i tij u gjet 3 ditë më vonë në një kanal pranë Durrësit. Raporti zyrtar tha se ai ishte vetvrarë nga turpi i të qenit shërbëtor i një regjimi të rrëzuar. Por askush nuk besoi këtë. Dhe dietarët e tij mjekësor? Ato zhdukën. Deri në vitin 2005, kur një historiane italiane gjeti një kopje të fshehur në arkivat e Ovras, policisë sekrete fashiste. Dikush i kishte ruajtur ato. Por pse? Dhe kush? Ndërsa doktor Mborja po zhdukej në errësirën e historisë, shefqet Vërlaci po përjetonte momentin më të lavdishëm të jetës së tij. Në 12 prill të vitit 1939, 5 ditë pas pushtimit, ai hyri në sallën e asamblesë kushtetuese në Tiranë, një asamble që ishte zgjedhur nën presionin e pushkëve italiane, dhe dëgjoi emrin e tij të shpallej si kryeministër i Shqipërisë.
Por ajo që askush nuk e pa ishte se ndërsa ai po ngrihej për të folur, duart e tij po dridheshin. Jo nga emocioni, jo nga frika, por nga diçka më e thellë, nga kënaqësia e hakmarrjes së plotë. Një gazetar italian që ishte atje për të mbuluar ngjarjen shkroi në ditarin e tij personal: kur Vërlaci u ngrit për të folur, unë pash diçka në sytë e tij që më tronditi. Nuk ishte triumf politik. Ishte kënaqësia e një njeriu që kishte pritur 11 vjet për të parë armikun e tij të shkatëruar, dhe tani po e shijonte çdo sekondë të asaj shkatërrimi. Në fjalimin e tij, Vërlaci foli për shpëtimin e Shqipërisë nga tirania, për miqësinë e përjetshme me Italinë, për një të ardhme të re. Por ai nuk përmendi kur zogun me emër. Ai thjesht tha: njeriu që na tradhtoi dhe iku si një frikacak nuk meriton as të përmendet. Kjo ishte fyrja përfundimtare, të fshihesh nga historia, sikur të mos kishe ekzistuar kurrë. Por Vërlaci nuk ishte i kënaqur ende. Ai donte një akt simbolik që do ta vuliste hakmarrjen e tij përgjithmonë. Dhe ai e dinte saktësisht se çfarë duhej të bënte. Ai duhej të merrte kurorën që zogu kishte veshur kur u shpall mbret dhe t'ia jepte një mbreti të huaj. Kjo nuk ishte thjesht një akt politik. Kjo ishte një akt ritual, një përmbyllje e gjakmarrjes sipas kanonit. Sepse në traditën shqiptare, kur ti merr diçka që armiku yt e çmon më shumë se jetën, ti ke fituar jo vetëm betejën, por edhe shpirtin e tij. Dhe për zogun, kurora ishte gjithçka. Ishte simboli i pushtetit që ai kishte ndërtuar duke sakrifikuar çdo gjë, duke sakrifikuar behigjen, duke sakrifikuar nderin, duke sakrifikuar madje shëndetin e tij mendor. Dhe tani, Vërlaci po ja merrte atë. Në 14 prill, Vërlaci dërgoi një telegram në Rom: jam gati të vij me kurorën. Përgjigja erdhi brenda 2 orësh: mbreti ju pret në 16 prill në pallatin Quirinal. Hakmarrja po afrohej në kulmin e saj. Por ndërsa Vërlaci po përgatitej për udhëtimin e tij triumfal në Rom, diçka po ndodhte që ai nuk e kishte parashikuar. Populli shqiptar po fillonte të kuptonte se çfarë kishte bërë ai. Në rrugët e Tiranës, njerëzit po flisnin me zë të ulët. Ata po thonin se Vërlaci kishte shitur vendin për hakmarrje personale, se ai kishte sjell italianët jo për të shpëtuar Shqipërinë, por për të shkatëruar zogun. Një grua e vjetër që kishte jetuar gjithë jetën në Tiranë dhe që kishte parë të gjitha regjimet, u tha gazetarëve italian diçka që ata e regjistruan por nuk e publikuan kurrë: zogu ishte një diktator, por ishte shqiptar. Vërlaci është një tradhtar dhe tradhtarët nuk falen kurrë, as nga Zoti, as nga historia. Këto fjalë filluan të përhapeshin. Dhe Vërlaci, për herë të parë në jetën e tij, filloi të ndjente diçka që nuk e kishte ndjerë kurrë: dyshimin. A kishte ai bërë gjën e duhur? A ja vlente hakmarrja personale çmimin e një kombi të tërë? Por ai e shtyu këtë dyshim thellë në brendësi të tij. Ai nuk mund të kthehej prapa tani. Ai kishte shkuar shumë larg. Dhe në 16 prill, ai do të përfundonte atë që kishte filluar 11 vjet më parë. Në mëngjesin e 16 prillit të vitit 1939, shefqet Vërlaci u zgjuan në një hotel në Rom. Ai nuk kishte fjetur mirë. Ai kishte ëndërruar për behigjen, për vajzën e tij që ai kishte përdorur si justifikim për gjithë këtë hakmarrje. Në ëndër, ajo po e pyeste: baba, a ja vlente? Dhe ai nuk kishte përgjigje. Por kur u ngrit dhe u vesh me kostumin e tij më të mirë, ai e shtyu këtë ëndër jashtë mendjes. Ai kishte një detyrë të fundit për të kryer. Në orën 10 të mëngjesit, ai hyri në pallatin Quirinal, duke mbajtur në duar një kuti të mbuluar me kadife të kuqe. Brenda saj ishte kurora e Skënderbeut. Salloni i artë ishte plot me aristokrat italian, diplomat, general. Të gjithë po prisnin të shihnin momentin kur Shqipëria do të bëhej zyrtarisht një protektorat italian. Por për Vërlacin, kjo nuk ishte një ceremoni shtetërore. Kjo ishte përmbyllja e një betimi që ai kishte bërë 11 vjet më parë, kur zogu i kishte kthyer unazën e fejesës. Kur mbreti Viktor Emanueli III hyri në sallë, të gjithë u ngritën. Vërlaci ecte përpara, duke mbajtur kutinë. Ai e hapi atë dhe kurora shkëlqeu në dritën e kandelabrave. Dhe pastaj ai u përkul dhe ia dorëzoi atë mbretit italian. Në atë moment, Shqipëria pushoi së qeni një shtet i pavarur. Por për Vërlacin, ky ishte momenti kur ai fitoi betejën e tij personale. Ai kishte marrë kurorën e zogut dhe ja kishte dhënë një mbreti të huaj. Hakmarrja ishte e plotë.
por ndërsa Vërlaci po dilte nga pallati Quirinal duke buzëqeshur dhe duke pranuar urimet e diplomatëve italian, ai nuk e dinte se në atë moment, në një shtëpi të vogël në Paris, mbreti Zog po dëgjonte lajmin në radio. Zogu nuk foli. Ai thjesht u ul në një karrige dhe mbajti kokën me duar. Geraldina, gruaja e tij, u përpoq ta ngushëllonte, por ai e largoi atë me një lëvizje dore. Ai donte të ishte vetëm. Dhe në atë heshtje, ai kuptoi diçka që kishte refuzuar ta pranonte për 11 vjet, se duke refuzuar Behigjen, ai nuk kishte refuzuar thjesht një vajzë. Ai kishte refuzuar një kod, një sistem vlerash, një botë që nuk falte kurrë. Ai kishte menduar se pushteti shtetëror ishte më i fortë se kanuni. Por ai kishte gabuar. Sepse kanuni nuk varet nga shtetet. Ai varet nga njerëzit. Dhe njerëzit nuk harrojnë kurrë. Pas ceremonisë në Rom, Vërlaci u kthye në Tiranë si kryeministër i një vendi të pushtuar. Ai jetoi në pallatin që dikur kishte qenë i Zogut, hëngri në tryezën ku Zogu kishte ngrënë, foli në sallën ku Zogu kishte dhënë urdhra. Por ai nuk ishte i lumtur. Njerëzit që punonin në pallat tregonin se ai shpesh ecte vetëm nëpër dhoma, duke folur me veten. Një shërbëtor tha se një natë e dëgjoi duke përsëritur një fjalë përsëri e përsëri: "Ja vlente? Ja vlente?" Në vitin 1941, kur Italia filloi të humbas luftën, Vërlaci u largua nga Shqipëria dhe u kthye në Itali. Ai vdiq në Rom në vitin 1948, i vetmuar dhe i harruar. Trupi i tij nuk u kthye kurrë në Shqipëri. Ai u varros në një varrezë të vogël në periferi të Romës, pa ceremoni, pa nderime shtetërore. Njeriu që kishte dorëzuar kuroren e Shqipërisë vdiq pa asnjë kuror për veten e tij. Dhe Behigje? Ajo jetoi deri në vitin 1963 në heshtje absolute. Ajo nuk foli kurrë publikisht për baban e saj, për Zogun, për atë që kishte ndodhur. Ajo mbeti viktima e heshtur e një historie që kishte shkatëruar një kom. Sot, kur historianët shqiptar flasin për pushtimin italian, ata flasin për ambicjet e Mussolini, për dobësinë e ushtrisë shqiptare, për gabimet e Zogut. Por ata rrallë flasin për atë që ndodhi vërtet, se një kom humbi lirinë sepse një mbret refuzoi një vajzë dhe një baba vendosi se hakmarrja ishte më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Kjo nuk është thjesht një histori politike. Kjo është një tragjedi njerëzore, një tregim për atë që ndodh kur nderi personal vendoset mbi të mirën e përbashkët, kur kanuni vendoset mbi shtetin, kur inati bëhet më i fortë se arsyeja. Dhe pyetja që mbetet është kjo: a mund të kishte shkuar ndryshe? A mund të kishte Zogu parashikuar se duke refuzuar Behigjen, ai po ndeste një zjarr që do ta gëlltiste jo vetëm atë, por një kom të tërë? A mund të kishte Vërlaci zgjedhur faljen në vend të hakmarrjes, kombin në vend të nderit personal? Historia nuk na jep përgjigje. Por ajo na jep një mësim, se kur njerëzit vendosin se hakmarrja personale është më e rëndësishme se e ardhmja e një kombi, të gjithë paguajnë çmimin. Dhe çmimi që Shqipëria pagoi ishte 50 vjet skllavëri, fillimisht nën italianët, pastaj nën nazistët dhe më në fund në një diktaturë komuniste që zgjati deri në vitin 1991. A ja vlente një unas e kthyer mbrapsht gjithë këtij vuajtjeje? Në arkivat e familjes mbretërore shqiptare, të ruajtura sot në një bank në Paris, ekziston një letër që mbreti Zog e shkroi por nuk e dërgoi kurrë. Është datuar 20 prill 1939, 13 ditë pas aratisjes së tij nga Shqipëria. Letra është drejtuar shefqet Vërlacit. Në të, Zogu shkruan me një dorëshkrim të dridhur: "Unë e kuptoj tani se çfarë kam bërë. Unë mendova se mund të ndërtoja një shtet modern duke lënë pas kodet e vjetra. Por ju më keni treguar se ka gjëra që nuk harrohen kurrë, pavarësisht sa pushtet ke. Unë ju mora gjithçka, nderin, vajzën, besimin. Dhe ju më morët gjithçka, fronin, vendin, të ardhmen. A jemi të barabartë tani? A është gjaku i larë?" Letra mbaron me një pyetje që nuk ka përgjigje: çfarë do të thotë fitoria kur të dy kemi humbur gjithçka? Kjo letër nuk u dërgua kurrë. Por ajo zbulon diçka që historia zyrtare nuk e tregon, se edhe në fund, edhe pas shkatërimit të plot, Zogu nuk e kuptoi kurrë vërtet se çfarë kishte ndezur. Ai ende po fliste për barazi, për llogari, për gjak të larë. Por për Vërlacin, kjo nuk kishte qenë kurrë çështje barazie. Kishte qenë çështje shkatërimi absolut. Dhe shkatërimi kishte qenë i plot.
por ndërsa Zogu po shkruante letra që nuk do të dërgoheshin kur, Vërlaci po jetonte në një ferë që ai vetë e kishte krijuar. Në muajt që pasuan ceremoninë në Rom, ai filloi të kuptonte se ai nuk ishte fitues, ai ishte një vegël. Italianët e përdorën atë për të dhënë një fytyrë shqiptare pushtimit, por ata nuk i dhanë kur pushtet të vërtetë. Çdo vendim kalonte nëpërmjet guvernatorit italian. Çdo ligj shkruhej në Rom. Çdo urdhër vinte nga Mussolini. Vërlaci ishte kryeministër vetëm me emër, në realitet ai ishte një kukull. Dhe njerëzit e Tiranës e dinin këtë. Ata e shikonin atë duke ecur nëpër rrugë dhe ata nuk e përshëndesnin. Ata ktheheshin nga ana tjetër. Një grua e vjetër që e kishte njohur atë kur ai ishte ende një bej i respektuar, i tha hapur në treg, ju sollët kurorën e huaj në vend të kurorës son. Historia nuk do t'ju fal kurrë. Vërlaci nuk ju përgjigj. Ai thjesht vazhdoi të ecte. Por ata që ishin pranë tij thanë se fytyra e tij ishte bërë e bardhë si gëlqerja. Ai po fillonte të kuptonte se çmimi i hakmarrjes së tij nuk ishte vetëm humbja e një kombi, ishte humbja e shpirtit të tij. Në shtator të vitit 1940, një vit pas pushtimit, Vërlaci u largua nga posti i kryeministrit. Arsyeja zyrtare ishte shëndet i dobët. Por të afërmit e tij e dinin të vërtetën, ai nuk mund ta duronte më. Ai nuk mund të duronte të shihte flamurin italian duke valvitur mbi pallatin ku dikur kishte valvitur flamuri shqiptar. Ai nuk mund të duronte të dëgjonte njerëzit duke e quajtur tradhtar. Ai nuk mund të duronte të shihte në pasqyrë njeriun që ai ishte bërë. Ai u largua në Rom dhe u vendos në një apartament të vogël pranë Vatikanit. Ai jetoi atje për 8 vjet, pothuajse i izoluar plotësisht. Ai nuk priste vizitor. Ai nuk shkonte në takime shoqërore. Ai kalonte ditët duke lexuar gazeta shqiptare që i vinin me postë, duke ndjekur çfarë po ndodhte në vendin që ai kishte shitur. Dhe çdo ditë ai po shihte se si Shqipëria po vuante nën pushtimin që ai kishte sjell. Ai po shihte se si njerëzit po vdisnin nga uria, se si të rinjt po dërgoheshin në frontet e luftës italiane, se si kultura shqiptare po shkatërrohej. Dhe ai po kuptonte se gjithë kjo ishte për shkak të tij. Jo vetëm për shkak të Mussolini. Jo vetëm për shkak të Zogut. Por për shkak të tij, sepse ai kishte zgjedhur hakmarrjen mbi kombin. Në dimrin e vitit 1943, kur Italia kapitulloi dhe nazistët pushtuan Shqipërinë, Vërlaci mori një letër nga një mik i vjetër në Tiranë. Letra ishte e shkurtër, shefqet bej, populli shqiptar po vuan më shumë se kurrë. Fëmijët po vdesin nga uria. Gratë po dhunohen nga ushtarët gjerman. Burrat po pushkatohen në rrugë. Dhe të gjithë po thonë se kjo filloi me ju. Ju sollët italianët dhe italianët sollën nazistët. Ju jeni shkaku i gjithë kësaj vuajtjeje. Si mund të jetoni me këtë barë? Vërlaci e lexoi këtë letër dhe pastaj e dogji. Por fjalët mbetën në mendjen e tij. Si mund të jetonte me këtë barë? Ai kishte menduar se hakmarrja do ta çlironte. Ai kishte menduar se duke parë Zogun të shkatëruar, ai do të ndjehej i plodh. Por ai nuk ndjehej i plodh. Ai ndjehej bosh. Sepse ai kishte kuptuar diçka që ishte shumë vonë për ta ndryshuar, se hakmarrja nuk shëron kurrë plagën. Ajo vetëm e thellon atë. Në maj të vitit 1944, kur aleatët çliruan Romën, Vërlaci u arrestua nga forcat britanike si kolaboracionist fashist. Ai kaloi 6 muaj në një kamp internimi, duke pritur gjykim. Por gjyqi nuk erdhi kurrë. Britanikët nuk kishin interes për një politikan të vjetër shqiptar që kishte luajtur një rol në një pushtim që tani ishte histori. Ata e liruan atë në dhjetor të vitit 1944 me një paralajmërim, të mos kthehej kurrë në Shqipëri. Vërlaci nuk kishte asnjë dëshirë të kthehej. Ai e dinte se nëse do të kthehej, ai do të gjykohej jo nga një gjykat, por nga populli. Dhe populli nuk do të ishte i mëshirshëm. Ai u kthye në apartamentin e tij në Rom dhe jetoi atje për 4 vjet të tjera, duke u tkurrur çdo ditë, duke u bërë një hije e njeriut që kishte qenë dikur. Në janar të vitit 1948, ai vdiq nga një atak në zemër. Ai ishte vetëm. Trupi i tij u gjet 2 ditë më vonë nga pronari i apartamentit. Nuk kishte asnjë familjar pranë. Nuk kishte asnjë mik.
Ai u varros në një varrezë të vogël në periferi të Romës, pa ceremoni, pa nderime, pa asnjë shenjë që tregonte se ky njeri dikur kishte qenë një nga njerëzit më të fuqishëm në Shqipëri. Varri i tij mbeti i pashënuar për 50 vjet, derisa një historian italian vendosi një pllakë të vogël me emrin e tij. Por as sot, askush nuk viziton atë varr. Askush nuk sjell lule. Shefqet Vërlaci vdiq ashtu siç kishte jetuar vitet e fundit, i harruar, i vetmuar dhe i ngarkuar me një barë që nuk mund ta linte kurrë. Por çfarë ndodhi me ata që mbetën pas? Çfarë ndodhi me Behigjen, vajzën që kishte qenë shkaku i gjithë kësaj tragjedi? Ajo jetoi në Tiranë gjatë gjithë luftës, e martuar me Xhemil Bey Dinon. Kur komunistët erdhën në pushtet në vitin 1944, familja e saj u shpronësua. Ata humbën gjithçka, tokat, shtëpitë, pasurinë. Behigje kaloi vitet e fundit të jetës së saj duke jetuar në një apartament të vogël në Tiranë, duke punuar si mësuese në një shkollë fillore. Ajo nuk foli kurrë publikisht për baban e saj, për zogun, për atë që kishte ndodhur. Kur nxënësit e saj e pyesnin nëse ishte e vërtetë se ajo kishte qenë e fejuar me mbretin Zog, ajo thjesht buzëqeshte dhe ndryshonte temën. Ajo vdiq në vitin 1963, në moshën 60 vjeçe, nga kanceri. Në funeral shkuan vetëm disa miq të vjetër dhe ish nxënës. Askush nga familja mbretërore nuk erdhi. Askush nga familja e saj nuk foli për të. Ajo u varros në varrezat e Tiranës, në një vend të thjeshtë, pa asnjë shenjë që tregonte se kjo grua kishte qenë në qendër të një prej tragjedi më të mëdha në historinë shqiptare. Ajo mbeti ajo që kishte qenë gjithmonë, viktima e heshtur. Dhe zogu? Ai jetoi në mërgim për 33 vjet, duke lëvizur nga Greqia në Angli, nga Anglia në Egjipt, nga Egjipti në Francë. Ai nuk u kthye kurrë në Shqipëri. Ai vdiq në Paris në prill të vitit 1971, në moshën 76 vjeçe. Deri në ditën e fundit, ai mbajti titullin mbreti i shqiptarëve, edhe pse nuk kishte më mbretëri. Ai jetoi me shpresën se një ditë do të kthehej, se populli shqiptar do ta ftonte përsëri. Por kjo kurrë nuk ndodhi. Trupi i tij u varros fillimisht në Paris dhe pastaj, në vitin 1998, 7 vjet pas vdekjes së tij, eshtrat e tij u kthyen në Shqipëri dhe u rivarrosën në Tiranë. Por edhe atëherë nuk kishte ceremoni madhështore. Nuk kishte nderime shtetërore. Kishte vetëm një ceremoni të vogël, të qetë, me disa antar të familjes dhe disa historian. Njeriu që kishte dashur të ishte një mbret i madh evropian përfundoi si një shënim në librat e historisë, një shembull i asaj që ndodh kur ambicia personale vendoset mbi të mirën e kombit. Sot, 85 vjet pas atyre ngjarjeve, Shqipëria është një vend i lirë. Flamuri shqiptar valvit përsëri mbi Tiranë. Por plagët e asaj kohe nuk janë shëruar kurrë plotësisht. Gjeneratat që jetuan në pushtimin italian, pastaj nazist, pastaj komunist, mbajnë ende kujtimin e asaj se si gjithçka filloi, me një unas të kthyer mbrapsht, me një baba të thyer, me një mbret që mendoi se mund të linte pas kanunin. Historia e shefqet Vërlacit dhe mbretit Zog nuk është thjesht një histori politike. Është një mësim për atë që ndodh kur njerëzit vendosin se hakmarrja personale është më e rëndësishme se e ardhmja e një kombi. Është një paralajmërim për atë që ndodh kur nderi personal vendoset mbi të mirën e përbashkët. Familja e Vërlacit nuk ekziston më si një forcë politike në Shqipëri. Tokat e tyre u shpronësuan nga komunistët. Emri i tyre u bë sinonim me tradhti. Sot, nëse pyesni një shqiptar të moshuar për shefqet Vërlacin, ai do t'ju tregojë se ai ishte njeriu që solli italianët. Por nëse pyesni më thellë, nëse pyesni për motivin e tij, shumë do të heshtën. Sepse ata e dinë se ajo që ai bëri nuk ishte thjesht tradhti politike, ishte përfundimi i një gjakmarrjeje që kishte filluar me një thyrje personale. Dhe kjo i bën ata të pyesin veten, a mund të kishte shkuar ndryshe? A mund të kishte Zogu parashikuar pasojat? A mund të kishte Vërlaci zgjedhur faljen? Familja mbretërore shqiptare jeton ende, kryesisht në mërgim. Leka i parë, djali i Zogut dhe Geraldinës, u rrit në mërgim dhe u kthye në Shqipëri vetëm pas rënies së komunizmit. Ai vdiq në vitin 2007. Djali i tij, Leka i dytë, jeton sot në Tiranë, por pa asnjë rol politik. Kur ora që Vërlaci ja dorëzoi mbretit italian në vitin 1939 nuk u kthye kurrë. Ajo humbi diku në kaos e luftës së dytë botërore. Disa thonë se u shkatërrua. Të tjerë thonë se është ende e fshehur diku në arkivat italiane.
por simbolikisht kjo nuk ka rëndësi. Sepse kurora e vërtet, kurora e pavarësisë shqiptare, u humb atë ditë në Rom dhe Shqipërisë ju deshën 50 vjet për ta rifituar atë. Por pyetja që mbetet, pyetja që askush nuk mund ta përgjigjet plotësisht, është kjo: kush ishte fajtori i vërtet? A ishte Zogu, që refuzoi një vajzë dhe shkel fjalën e dhënë? A ishte Vërlaci, që vendosi hakmarrjen mbi kombin? A ishte Mussolini, që shfrytëzoi ndarjet e brendshme shqiptare për të pushtuar vendin? Apo ishte vetë sistemi, kanuni, kodet e vjetra, besimet që thonë se gjaku lahet vetëm me gjak? Historia nuk na jep një përgjigje të qartë, por ajo na jep një mësim, se kur njerëzit vendosin se hakmarrja personale është më e rëndësishme se e ardhmja e një kombi, të gjithë paguajnë çmimin. Dhe çmimi që Shqipëria pagoi ishte gjysmë shekulli skllavëri. Sot, kur ecni nëpër rrugët e Tiranës, nuk do të gjeni asnjë statujë të shefqet Vërlacit. Nuk do të gjeni asnjë rrugë me emrin e tij. Nuk do të gjeni asnjë pllakë për kujtimore. Ai është fshirë nga memoria kolektive, sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Por nëse shkoni në arkivat shtetërore, nëse lexoni dokumentet e asaj kohe, nëse dëgjoni historitë e të moshuarve, ju do ta gjeni atë, një hije që ende ndjek historinë shqiptare, një paralajmërim për atë që ndodh kur inati bëhet më i fortë se arsyeja. Dhe ndoshta, kjo është dënimi më i madh i tij, jo të harrohet, por të kujtohet përgjithmonë si njeriu që solli shkatërimin e vendit të tij për një unas të kthyer mbrapsht. Por pyetja përfundimtare mbetet e pafshehur në errësirën e historisë: a e dinte Vërlaci në orët e fundit të jetës së tij se çfarë kishte bërë? A pendoi ai? A dëshironte ai të kthente kohën prapa? Apo ai vdiq duke besuar se kishte bërë gjën e duhur, se kishte mbrojtur nderin e familjes, se kishte zbatuar kanunin? Ne nuk do ta dim kurrë, sepse ai nuk la asnjë ditar, asnjë letër, asnjë rrëfim. Ai mbajti sekretet e tij deri në fund. Dhe ndoshta, kjo është tragjedia më e madhe e kësaj historie, se ne nuk do të dim kurrë nëse ai e kuptoi se çfarë kishte humbur, jo vetëm një mbretëri, por shpirtin e një kombi të tërë.